Fatos Nano do të mbahet mend si themeluesi dhe kreu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e Ish-Partisë së Punës që vinte nga trashëgimia komuniste, në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik, si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Një muaj e gjysmë më parë festoi ditëlindjen e 73 ndërsa sot ish kryeministri dhe lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano mbylli sytë përgjithmonë pas disa javësh në luftë me jetën në një spital privat në kryeqytet. Nano ndodhej në spital që prej datës 8 tetor pas problemeve kronike respiratore, ku qëndroi për 24 ditë nën kujdesin e mjekëve në repartin e reanimacionit. Politikani pësoi arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit. Prej ditësh gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar dhe pa përmirësim. Fatos Nano do të mbahet mend si themeluesi dhe kreu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e Ish-Partisë së Punës që vinte nga trashëgimia komuniste, në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik, si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetar i Partisë Socialiste nga 12 qershori i vitit 1991 deri në vitin 2005, kohë kur u shkput nga politika. Një përpjekje e tij e mëvonshme për postin e kreut të shtetit nuk u mbështet nga Partia Socialiste, drejtimin e së cilës e kishte marrë Edi Rama. Gjatë viteve të angazhimit në politikë, që nga viti 1991, ai shërbeu 4 herë si kryeministër i vendit. Sonte janë të shumtë ata që i kanë shprehur ngushëllimet familjes Nano, kryeministri i vendit Edi Rama, liderat e opozitës, politikan, deputet, gazetar, miq dashamires. Popull simpatizant ka qenë një lider pozitiv dhe mbahet mend për veprat e mira. Ne si media i shprehim ngushëllime familjes së tij. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.